Nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama mbajti sot fjalimin e fitores në sheshin Skënderbej, ndërsa në të njëjtën shesh po përgatitet edhe skena për pritjen e liderëve europian që do të marrin pjesë në samitin e Komitetit Politik Evropian. Në të njëjtën zonë është paralajmëruar dhe një protestë e opozitës. Në mbrëmjen e sotme, kryeministri Edi Rama do të mbajë fjalimin e fitores në sheshin Skënderbej në Tiranë pas rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit. Sipas njoftimit të bërë nga vetë Rama në rrjetet sociale, fjala e tij do të mbahet në orën 19. Aktualisht në shesh po punohet për përgatitjen dhe për ngritjen e skemës që do të mbahet nga ky tubim. Në të njëjtën shesh, paralelisht po përgatitet edhe infrastruktura për samitin e Komunitetit Politik Evropian që do të zhvillohet në 16 maj. Në samit pritet të marrin pjesë 47 lider të vendeve europiane. Sipas burimeve zyrtare, kryeministri britanik Keir Starmer do të jetë i pari që do të zhvillojë një vizitë zyrtare bilaterale i ndjekur nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Përveç fjalimit të Ramës dhe përgatitjeve për samitin në këtë shesh, është njoftuar dhe një manifestim proteste nga opozita. Ish kryeministri Sali Berisha ka kërkuar që procesi i numërimit të vazhdojë dhe ka shprehur mosbesim ndaj rezultatit zgjedhor, duke e cilësuar atë si të manipuluar. Tirana pritet të jetë në qendër të vëmendjes politike gjatë ditëve në vijim, me aktivitete të një pasnjëshme në të njëjtën hapësirë publike. Pas fitores së Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, kryeministri i vendit Edi Rama ka marrë urime nga një sër liderësh ndërkombëtar, përfshirë kryeministrin britanik, kryeministrin hungarez dhe homologun spanjoll. Urimet përqendrohen në forcimin e bashkëpunimit dhe integrimit evropian të Shqipërisë. Urimet për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit kanë ardhur nga kancelarit kryesore europiane dhe më gjerë, duke vlerësuar kryeministrin Edi Rama për rezultatin e shprehur dhe për gatishmërinë për thedhimin e bashkëpunimit. Ursula von der Leyen, tek mesazhi i saj urimit drejtuar Edi Ramës për fitoren e thellë në zgjedhjet e 11 majit, e vuri theksin tek rruga europiane e Shqipërisë. I dashur Edi Rama, urime për fitoren elektorale. Në drejtimin tënd, Shqipëria ka bërë përparim të madh drejt bashkimit ton. Le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reformat në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, në një mesazh të shpërndar pas zgjedhjeve, cilësoi rezultatin si një fitore historike dhe theksoi vullnetin për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Urime Edi Rama për fitoren tuaj historike në zgjedhje, pres me padurim të vazhdim bashkëpunimin për të sjellë rezultate për njerëzit e zakonshëm në të dy vendet tona. Urime veçantë erdhin dhe nga kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, i cili përveç përgëzimit për rezultatin nënvizoi pritshmëritë për takimin e radhës me kryeministrin shqiptar këtë të premte në Tiranë në kuadër të samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Urime kryeministri Edi Rama për fitoren e tij bindse në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. I dashur Edi, mezi pres ju shok këtë të premte në Tiranë në atë që mund të jetë një samit historik. Pedro Sánchez, kryeministri i Spanjës, e konsideroi rezultatin e zgjedhjeve një mesazh të qartë të qytetarëve shqiptar në mbështetje të integrimit evropian. Urime Edi Rama për fitoren bindse të Partisë Socialiste në zgjedhjet shqiptare. Shqiptarët mbështesin në masë ndërmuese përpjekjen për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Mesazhe urimi për Ramën kanë bërritur më herët edhe nga kryeministria italiane Giorgia Meloni, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe kryeministri kroat Andrej Plenković, të cilët përgëzuan rezultatin dhe shprehën vullnetin për të vazhduar bashkëpunimin dypalësh dhe rajonal. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se zgjedhjet e 11 majit janë delegjitimuar nga raportet paraprake të ndërkombëtarëve dhe pret që ato të mos njihen zyrtarisht ashtu si në zgjedhjet e vitit 2001. Ai paralajmëroi vijimin e betejës politike në arenën ndërkombëtare dhe e cilëson situatën si një emergjencë për demokracinë në vend. Në një dalje publike përpara mediave, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përsëritur qëndrimin se zgjedhjet e 11 majit janë zhvilluar në presionin e një narkoshteti dhe se raportet paraprake të organizmave ndërkombëtar po e faktojnë atë që ai e quan masakër elektorale. Fakte, dokumenta shkatrimtare për farsën elektorale të 11 majit të organizuar nga Totorino i Tiranës Edi Rama. Ai theksoi se betejë për votën e lirë do të mbyllet me përfundimin e procesit zgjedhor dhe se Partia Demokratike do të vijojë përpjekjet për çdo kancelari europiane, si dhe në Kongresin dhe Senatin Amerikan për të denoncuar sipas tij shkeljet masive të standardeve demokratike. Partia Demokratike dhe opozita po përgatit luftën e fuqishme
për mbrojtjen e të drejtës së votës të shqiptarëve. Ku, do thonë ju? Në të gjitha qendrat e mëdha. Në Kongresin e Shtetet Bashkuara, Senatin e Shtetet Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s, në ODIHR, pranë qeverive të vendeve të lira. Ky popull, e drejta e këtij populli do të mbrohet për votën e lirë. Do mbrohet. Flet për një luftë në mbrojtje të votës së lirë, teksa thotë se Partia Demokratike është në një emergjencë. Duhet të përcaktoj rrugët e daljes e mbrojtjes së votës shqiptarëve dhe pastaj të gjitha tjerat. Por emergjencë është. Zgjedhjet e grabitura nuk i falen kur narkodiktatorit Edi Rama. Cili do që mendon ndryshe, le të hedh poshtë njërin nga fakte që kemi paraqitur se për kësaj here, gjërat bazë janë publike. I bëri me vendime qeverie Edi Rama. Nuk la, nuk po merri me ato të nëndheshmet. Xhabaftet dolin haptas dhe i dhanë Blendi Xhabaftit 5.500 vota. Kjo deklaratë vjen vetëm pak ditë përpara protestës paqësore të paralajmëruar nga opozita që do të mbahet në Tiranë në të njëjtën datë, kur pritet dezhvillimi i samitit të Komitetit Politik Evropian me pjesëmarrjen e 47 liderëve të vendeve të Europës. Mbrojtjen, siç e konsideron Berisha, do ta nisë nga Haitja, ku do të udhtojë në Bruksel për të marrë pjesë në punimet e Aleancës Globale të Qendrës së Djathtë. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka paralajmëruar grupet e numërimit që të respektojnë integritetin e votës për kandidatët në listat e hapura, duke i kujtuar se çdo devijim apo rivlerësim i palishëm i votës do të konsiderohet si tentativë për manipulim dhe do të ndëshkohet me masa të rënda ligjore. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka reaguar ashpër ndaj çdo tentative për të devijuar vullnetin e votuesve gjatë numërimit të votave për kandidatët në listat e hapura. Përmes një shkrese zyrtare drejtuar të gjitha grupeve të numërimit në vend, Celibashi paralajmëron se çdo përpjekje për të cënuar integritetin e votës parapëlqyese do të konsiderohet një shkelje e rëndë e procesit zgjedhor dhe do të përballet me pasoja serioze ligjore. Cënimi i votës të çdo kandidati në listën e hapur përbën shkelje të rëndë të integritetit zgjedhor dhe sjell pasoja ligjore serioze për përgjegjësit, thekson Celibashi në dokumentin e shpërndar. Ai rikujton se është rreptësisht ndaluar të bëhet rivlerësimi i fletëve të votimit që janë shprehur vetëm për partinë apo koalicion. Këto fletë sipas ligjit ruhen në një zarf të veçantë dhe nuk përfshihen në vlerësimin e votave për kandidatët. Dëshkelja e këtij rregulli do trajtohet si tentativë për të manipuluar rezultatin zgjedhor, vijon Celibashi, duke shtuar se për çdo devijim do të ketë ndjekje të menjëhershme dhe masa ligjore. Procesi i numërimit vijon në gjithë vendin, ndërsa KQZ-ja është në gatishmëri për të monitoruar çdo qendër numërimi për shkelje të mundshme. Gjykata e lartë ka vendosur të prish vendimin e apelit të posaçëm në lidhje me ankesën e Arbër Veliajt për sekuestrimin e materialeve nga BKH. Çështja do të shqyrtohet sërish nga i njëjti trup gjykues në apel. Këto kontrolle u shtrua në kuadër të njëjtit hetim të nisur ndaj vllajt të tij kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Gjykata e lartë ka vendosur rikthimin për gjykim të çështjes që lidhet me sekuestrimin e materialeve në banesën dhe zyrën e Arbër Veliajt, si dhe kontrollet e kryera ndaj tij në dhjetor të vitit 2024. Trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Albana Boksi, Medi Bici dhe Sokol Binaj, pasi shqyrtuan në dhomën e këshillimit kërkesën e Veliajt, vendosën të rrezojnë vendimin e apelit posaçëm dhe të urdhërojnë rigjykimin e çështjes në të njëjtën nivel dhe nga i njëjti trup gjykues. Veliaj ka kundërshtuar veprimet e kryera nga BKH-ja me urdhër të spakut dhe vendim të GKK-s që përfshin sekuestrimin e dokumenteve dhe pajisjeve elektronike në mungesë të tij në kohën kur ndodhej jashtë vendit. Këto kontrolle u ushtruan në kuadër të një hetimi të nisur ndaj vëllait të tij kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Gjatë operacionit të dhjetorit u sekuestrua edhe telefoni i Ajola Xhoxhës, e cila ndodhet në masën e detyrimit për paraqitje, si dhe dyshuar në një dosje penale në hetimet nga SPAK. Pas bardhjes së vendimit nga gjykata e lartë, apeli i posaçëm do të shqyrtojë sërish kërkesën e Arbër Veliajt për të vlerësuar nëse janë respektuar procedurat ligjore gjatë sekuestrimit dhe kontrollit të banesës së tij.
Prokuroria e posaçme ka marrë të pandehur administratorin e keshë Realte Lezi, dyshuar për abuzime me tenderat e financuar nga Bashkimi Evropian. Bashkë me të është proceduar edhe drejtori i ARSH-s Gentian Gjyla, ndërsa hetimi përfshin edhe ish drejtorin Erviz Berberi, tashmë i arrestuar për korrupsion dhe pastrim parash. Prokuroria e posaçme ka zyrtarizuar akuzat ndaj administratorit të korporatës elektroenergjitike shqiptare Realte Lezi, duke e marrë atë të pandehur në kuadër të hetimeve për një skem korrupsioni që lidhet me tender të financuar nga Bashkimi Evropian. Në të njëjtën dosje është përfshirë dhe Gentian Gjyla, aktualisht drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Të dyshohet se gjatë kohës kur ishin pjesë e komisioneve të vlerësimit të ofertave, kanë abuzuar me tender në vlerë të konsiderueshme të dhënat në kohën kur kesh drejtohej nga Erviz Berberi. Provat ndaj tyre janë siguruar nga materialet e sekuestruara në telefonin e Berberit, i cili ndodhet në Burg prej marsit të vitit 2024, pasi u arrestua me urdhër të SPAK me akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Në dosjen hetimore përfshihen dhe fondet për eficiencën e energjisë elektrike, të cilat janë subvencionuar nga Bashkimi Evropian, thuhet në deklaratën zyrtare të SPAK-ut. Ndërkohë janë në zhvillim hetimor pasuror për 25 të dyshuar, 22 individ dhe 3 subjekte private të lidhur me të njëjtën skem. Skandali përfshin 6 tendera të dyshuar si abuziv me një vlerë totale që i kalon 22 milion euro, ku Berberi rezulton të ketë qenë në rolin drejtues në të gjitha rastet, si në fushën e eficiencës së energjisë, ashtu edhe me ARSH-n. Pritet që hetimet të thedhohen edhe më tej dhe të prek zyrtar të tjerë të nivelit të lartë. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burgim të përjetshëm Dan Hutrën, i cili u shpall fajtor për vrasjen e 3 grave dhe plagosjen e 3 të tjerave, një seri krimesh të rënda që i kreu vetëm pak ditë pas lirimit nga burgu, ku po vuante një dënim për dhunë familje. Gjykata Penale e Tiranës ka dhënë vendimet më të rënd penal ndaj Dan Hutrës, duke dënuar me burg të përjetshëm dhe urdhëruar që dënimi të vuhet në një burg të sigurisë së lartë. Vendimi pësoi pretencën e prokurorisë, e cila akuzoi Hutrën për vrasje të 3 fishtë me paramendim, plagosje të rëndë dhe tentativë vrasjeje. Krimet rënditëse ndodhen në mars të vitit 2023, vetëm pak ditë pasi Hutra ishte liruar nga burgu. Ai kishte një precedent më parëshëm për vrasjen e bashkëshortes së tij të parë. Sipas dosjes hetimore, sulmet i kreu për shkak të marrëdhënieve të mëparshme personale, por edhe me qëllim hakmarrje ndaj disa personave të lidhur me të burgosur të tjerë. Sipas akuzës, Dan Hutra fillimisht plagosi me thik një grua në zonën e Astirit. Më pas, ai u udhëtoi drejt Paskuqanit, ku hapi zjarr në banesën e ish bashkëtuese së tij, Elena Hysi. Në këtë sulm betën të vrara motra dhe kunata e saj, ndërsa nëna e saj Kemete Hysa u plagos së rënd. Vet Elena Hysa shpëtoi gjallë, por me plagë të rënda. Gjykata i gjeti Hutrën fajtor dhe për vrasjen e Mevlute Sadikut dhe Hasimet Dafkut, të cilët ai e akuzonte për ndërhyrje në marrëdhëniet e tij me ish-partneren. Viktima e tretë, Leva Kurti, u qellua për vdekje për shkak të lidhjes së saj familjare me një ish të dënuar, me të cilin Hutra kishte pasur konflikte gjatë qëndrimit në burgun e Drenovës. Ai ka kryer të gjitha veprimet me vetdije të plot dhe me qëllim për të vrarë në një akt të planifikuar dhe të ftohtë, thuhet në vendimin e gjykatës. Avokati i pandehurit ishte caktuar nga shteti, ndërsa veti i akuzuari nuk ka kërkuar ndonjë lehtësim apo shprehje pendese gjatë gjykimit. Me këtë vendim, drejtësia mbyll një prej çështjeve më të rënda kriminale të viteve të fundit në vend. Strukturat e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë zbarkuar në Shkodër, ku po zhvillohen hetime intensive për krimet zgjedhore. Në fokus të aksionit është Partia Social-Demokrate, ndërsa disa persona janë shoqëruar nga policia lokale. Një aksion i përbashkët i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit të Byros Kombëtare të Hetimit të zhvilluar në qytetin e Shkodrës dhe në zonat përreth me qëllim goditjen e krimeve zgjedhore të evidentuara gjatë procesit të fundit elektoral. Bëhet me dije se hetimet janë përqendruar mbi veprimtarinë e Partisë Social-Demokrate, ndërsa disa persona të tjerë janë shoqëruar për të marrë në pyetje në ambient të policisë së Shkodrës. Kontrollet janë shtrirë edhe në Malsinë e Madhe dhe në Vajin e Deos, ku dyshohet për përfshirje të elementeve lokal në parregullsi gjatë votimit. Në një panoramë më të gjerë, prokuroria përgjithshme ka regjistruar 87 kallëzime penale për krime zgjedhore në shkallë vendi. Tirana mban numrin më të lartë të kallëzimeve me 21 raste, e ndjekur nga Elbasani me 11, Fieri me 8, Lezhë me 7, ndërsa qargjet e tjera kanë raportuar pak raste të dyshuara. Burimet nga grupi hetimor thonë se verifikimet në terren janë vetëm faza e parë dhe se priten zhvillimet më tejshme në varësi të provave që do të përfitohen nga kontrollet dhe deklarimet e të shoqëruarve. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor dhe për të ndëshkuar çdo ndërhyrje të palishme në vullnetin e qytetarëve.
Policia e Tiranës ka arrestuar një 29 vjeçare nga Lushnja, i cili dyshohet se mori me forcë një vajzë bashkëmoshatare dhe e mbajti për disa orë kundër dëshirës së saj në automjet duke e kanosur. Gjatë kontrollit në mjetin e të dyshuarit u gjet dhe u sekuestrua një sasi e lëndës kokainë. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Tiranë ku një 29 vjeçare është marrë me forcë dhe është mbajtur kundër dëshirës së saj për disa orë në një automjet nga një shtetas, gjithashtu 29 vjeç. Policia ka vënë në pranga Jurgen Shimën, banues në Lushnje, i dyshuar për privim të palishëm të lirisë, kanosje dhe posedim të lëndëve narkotike. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Asdjerit, ku i riu, i njohur me vajzën përmes rrjeteve sociale, kishte organizuar një takim me të. Sipas hetimeve paraprake, pas një dreke të përbashkët në Tiranë, ai ka propozuar të shkonin në banesën e tij në Lushnje, por vajza ka refuzuar. Në kundërshtim me vullnetin e saj, ai e ka detyruar të hipë në makinë dhe është nisur drejt Lushnjës. Burimet policore bëjnë me dije se vajza ka tentuar disa herë të largohet gjatë rrugës, por është goditur dhe kanosur nga autori. Pas rezistencës së saj, ai e ka kthyer sërish në Tiranë dhe e ka lënë pranë banesës së saj. Gjatë kontrollit të mjetit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar një sasi lëndë të dyshuar kokainë, e cila po analizohet në laboratorin kriminalistik, njoftoi zyrtarisht Policia e Tiranës. Hetimet në këtë rast po vijojnë, ndërkohë që prokuroria ka nisur procedurat për akuzat e ngritura ndaj të dyshuarit, i cili do të përballet me drejtësinë për veprat penale që rëndojnë mbi të. Një aksident i rënd rrugor me të paktën 4 automjete të përfshira ka ndodhur në zonën e pallatit me shigjeta në Tiranë. 2 persona janë shpadhur në kërkim, ndërsa ngjarja është shoqëruar me konflikt fizik mes të rinjve dhe dyshime për përdorim të armës së zjarrit. Një përplasje e fortë rrugore në kryeqytet është ndruar në një ngjarje të rrezikshme me tone kriminale. Ngjarja ndodhi në orët e vona të mbrëmjes të martës në afërsi të pallatit me shigjeta, ku të paktën 4 automjete u përfshin në një aksident zinxhir. Sipas informacioneve paraprake, menjëherë pas përplasjes ka shpërthyer dhe një konflikt fizik mes dy grupeve të rinj që ka degraduar në përdorimin e sendeve të forta dhe levave metalike. Në rrjetet sociale dhe burimet jo zyrtare u raportuan edhe për të shtëna me armë, por policia në deklaratën zyrtare nuk ka konfirmuar përdorim zjarri gjatë incidentit. Zëdhënësi i policisë së Tiranës bëri të ditur se 2 persona janë shpadhur në kërkim. Ata janë shtetasit me iniciale EK, 28 vjeç dhe ZT, 35 vjeç. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se të dy janë ndjekur me automjete dhe sipas saj kanë përplasur 2 automjete të ndaluara në semafor. Më pas kanë braktisur mjetet dhe janë larguar nga vendngjarja. Gjatë kontrollit të ushtruar në një nga mjetet e braktisura që dyshohet se drejtohej nga shtetasi me inicialet EK, policia ka sekuestruar një prell të dyshuar armë zjarri dhe ojt pistolet. Hetimet janë në vijim dhe autoritetet janë në kërkim të autorit të përfshirë, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes. Do të ecim me zhvillimet nga bota. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se do të marrë pjesë në bisedimet për paqe me Rusin vetëm nëse në tërheqës do të jetë edhe presidenti Vladimir Putin. Kremlini nuk ka konfirmuar ende pjesëmarrjen e tij në takimin që pritet të zhvillohet të njëjtën në Stamboll. Në një konferencë për shtyp, Zelensky theksoi se do të ishte i gatshëm të negocionte një armpushim 30 ditor pa kushte, por shtoi se absolutisht gjithçka në Rusi varet nga Putini dhe se, sipas tij, udhëheqësi rus ka frikë nga një përballje direkte. Nga ana tjetër, Kremlini nuk ka dhënë një përgjigje të qartë për pjesëmarrjen e presidentit rus. Zëdhënësi Dmitry Peskov tha se vendimi do të bëhet publik sapo presidenti ta shohë të arsyeshme. Takimi në Stamboll vjen në një moment kur presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur përparësi në agjendën ndërkombëtare për përfundimin e luftës në Ukrainë. Ai ka njoftuar se do të dërgojë në Turqi sekretarin e shtetit Marco Rubio dhe të dërguarit e lartë Steve Witkoff dhe Keith Kellogg, ndërsa ka shprehur gatishmëri edhe për pjesëmarrje personale në bisedime. Sipas burimeve diplomatike, të dyja palët, si Moska, ashtu edhe Kijevi, po përpiqen të japin sinjale se janë të gatshme të ulen në tryezë, ndërsa Zelensky ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të vendosin sanksione shtesë nëse bisedimet nuk zhvillohen. Ndërkohë Putin ka propozuar bisedime të drejtpërdrejta, por nuk ka reaguar ndaj ofertës së Ukrainës për armpushim të menjëhershëm. Me syt nga Stambolli, mbetet për të parë nëse udhëheqësit e dy vendeve do të përballen për herë të parë në një takim që mund të hapë rrugën drejt paqes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar vendeve anëtare të NATO-s të rrisin buxhetin për mbrojtje në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, një kërkesë që vjen në prag të samitit të ardhshëm të Aleancës së Hagës. Propozimi ka ngjallur debat mes vendeve që ende nuk kanë përmbushur as objektivin ekzistues prej 2%-sh. Një kërkesë e re nga Shtetet e Bashkuara për të rritur shpenzimet për mbrojtjen në nivelin 5% të PBB, s'ka krijuar tensione dhe diskutime mes vendeve anëtare të NATO-s.
Kjo rritje e ndjeshme, që te i kalon ndjeshëm objektivin e mëparshëm prej 2%, pritet të jetë në qendër të diskutimeve gjatë samitit të Aleancës që do të zhvillohet më 24 dhe 25 qershor në Hag. Aktualisht vetëm 22 nga 32 vendet e NATO-s e kanë arritur objektivin e vendosur në vitin 2014 për të shpenzuar 2% të PBB së përmbrojtjen. Vende si Italia, Spanja dhe Belgjika janë ende në proces për ta përmbushur këtë angazhim, ndërsa rritja në 5% shihet si një barë e rëndë për buxhetet e tyre. Në prag të këtij samiti, një takim informal i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare po zhvillohet paralelisht me përpjekje diplomatike për një takim të mundshëm Rusi-Ukrainë në Stamboll, një zhvillim që shton më shumë peshë politike mbi diskutimet e NATO-s. Për të shmangur përplasjet, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka paraqitur një formulë kompromisi që ruan objektivin e 5%, por përfshin në këtë përqindje edhe sektor të tjerë si siguria kibernetike, infrastruktura dhe kapacitetet e reagimit. Propozimi i Rutte u prit pozitivisht nga ambasadori amerikan në NATO, ndërsa një diplomat i Aleancës deklaroi këtë javë se ekziston një konsensus i gjerë se duhet të shtojmë ndjeshëm përpjekjet tona. Kërkesa e Shteteve të Bashkuara vjen në një moment të tensionuar në arenën ndërkombëtare, ku mbrojtja, lëvizshmëria dhe siguria e rrjeteve përbëjnë përparësi strategjike për aleatët perëndimor. Por për shumë vende evropiane, rritja e kostove të mbrojtjes mbetet sfidë ekonomike dhe politike. Të paktën 60 persona, përfshirë 22 fëmijë, kanë humbur jetën në sulmet ajrore të Izraelit mëngjesin e së mërkurës në ripin e Gazës. Bombardimet pasojnë lirimin e një pengu izraelito-amerikan nga Hamasi dhe vizitën e presidentit amerikan Donald Trump në lindjen e mesme. Një tjetër ditë e përgjakshme në ripin e Gazës. Të paktën 22 fëmijë kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur si pasojë e sulmeve ajrore izraelite të kryera mëngjesin e së mërkurës në zona të ndryshme të territorit të rrethuar. Palestinez. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza dhe burimeve spitalore lokale, numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 60, përfshirë 50 persona në rajonin e Jabalias në veri dhe 10 të tjerë në qytetin jugor Han Yunis. Bombardimet ndodhen vetëm një ditë pasi Hamasi liroi një peng izraelito-amerikan në një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, dhe në kohën kur presidenti amerikan Donald Trump zhvillon një vizitë zyrtare në Arabinë Saudite. Pavarësisht zhvillimeve të fundit, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu u shpreh të martën se nuk ka shanse që Izraeli të ndalë luftën, duke i mbyllur dyert çdo përpjekje për armëpushim në terren. Ushtria izraelite nuk ka komentuar mbi sulmet më të fundit, por ka deklaruar më parë se ka paralajmëruar banorët e Jabalias për t'u larguar nga zona, për shkak të pranisë së infrastrukturës militante të Hamasit, përfshirë raketa hedhës. Në një deklaratë të publikuar nga zyra e kryeministrit Izraelit, Netanyahu theksoi se forcat izraelite janë vetëm disa ditë larg një përshkallëzimi të ri që do të përfshijë futjen masive toksore në Gaza me qëllimin përfundimtar, shkatërimin e Hamasit. Ndërkohë, për më shumë se 10 javë, Izraeli ka ndaluar importin e mallrave jetike në Gazë, përfshirë ushqimin dhe ilaçet, duke shkaktuar një krizë të rëndë humanitare. Organizata ndërkombëtare ngren alarmin se uria është përhapur në mënyrë dramatike dhe furnizimet janë drejt përfundimit. Izraeli argumenton se ndalimi i furnizimeve ka për qëllim ushtrimin e presionit ndaj Hamasit për të liruar pengjet e mbetura, të cilat, sipas autoriteteve izraelite, janë ende 59, por rreth 35 prej tyre dyshohet se kanë ndërruar jetë. Lufta e tanishme në Gaza nisi pas një sulmi të papritur nga militantët e Hamasit më 7 tetor, ku u vran 1200 njerëz në Izrael dhe u morën rreth 250 pengje. Prej atëherë, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 52.000 viktima në Gaza, shumica dërmuese gra dhe fëmijë, sipas autoriteteve palestineze. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë si pjesë e një përpjekje për të normalizuar marrëdhëniet pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assad. Lëvizja vjen pas konsultimeve të udhëheqësve të rajonit dhe është përshëndetur nga qeveria e re siriane dhe përfaqësues të OKB-s. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se do të heqin sanksionet ndaj Sirisë, si hap drejt rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike pas ndryshimeve politike në Damask. Presidenti Donald Trump njoftoi vendimin gjatë një forumi ekonomik në Arabinë Saudite, ku u shpreh se është koha për të dhënë një shans paqes dhe rindërtimit në Siri. Regjimi i vjetër ka rënë dhe tani Siria ka një qeveri të re. Është koha të ndihmojmë popullin sirian të ecë përpara, tha Trump, pas takimeve me princin e kurorës Mohammed bin Salman dhe një komunikimi virtual me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Udhëheqësi i ri i Sirisë Ahmed al-Shara ka pritur me entuziazëm këtë hap të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ministri i jashtëm sirian e cilsoi vendimin si një fillim të ri për vendin.
Po ashtu, edhe i dërguari i OKB për Sirin, Geir Pedersen, e përshëndeti masën si etike për stabilitetin dhe zhvillimin e shërbimeve themelore. Kjo është hera e parë që një president amerikan takohet me një lider sirian që nga viti 2000. Trump u takua shkurtimisht me Ahmed al-Shara në Riyadh, takim që sipas Shtëpisë së Bardhë ishte thjesht formal. Rënja e Asadit në dhjetor të vitit të kaluar pas më shumë se 13 vitesh lufte solli një riorganizim të brendshëm në Siri, ndërsa vendet arabe, veçanërisht Arabia Saudite, kanë qenë promotor të largimit të sanksioneve për të lehtësuar procesin e rimëkëmbjes. Në qytete si Homs, videot në rrjetet sociale treguan qytetarë të mbledhur në sheshin kryesor, duke festuar njoftimin dhe mbajtur flamujt të Sirisë dhe Arabisë Saudite. Gjatë qëndrimit në Riyadh, presidenti amerikan dhe princi Salman nënshkruan gjithashtu një marrëveshje bashkëpunimi në fusha strategjike me një vlerë për $600 miliardë. Një tjetër marrëveshje për shitjen e armëve, me vlerë rreth $142 miliardë, u prezantua si paketa më e madhe në historinë e mbrojtjes nga Shtetet e Bashkuara. Një marrëveshje e paprecedent mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Arabisë Saudite me vlerë $600 miliardë është nënshkruar të martën nga presidenti Donald Trump dhe princi Saudit Mohammed bin Salman. Paketa përfshin furnizime masive ushtarake dhe sinjalizon një epokë të re të partneritetit strategjik mes dy vendeve. Një marrëveshje e konsideruar si historike dhe transformuese, është finalizuar në Riyadh mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, duke vendosur themelet për një epokë të re bashkëpunimi strategjik në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Presidenti amerikan Donald Trump dhe princi Saudit Mohammed bin Salman nënshkruan të martën një paket bashkëpunimi për $600 miliardë, ku vetëm komponenti ushtarak kap shifrën e $142 miliardë. Në njoftimin e Shtëpisë së Bardhë thuhet se kjo është marrëveshja më e madhe e shitjes së armëve në histori dhe një hap i madh për sigurinë e rajonit. Në fokus të bashkëpunimit janë përmirësimi i kapaciteteve të mbrojtjes ajrore, raketore dhe detare të Arabisë Saudite, si dhe mbështetja teknologjike e forcave saudite me pajisje të sofistikuara luftarake. Marrëveshja përfshin një sër armatimesh të avancuara, përfshir avionët luftarak, sistemet raketore Patriot, sistemin THAAD për mbrojtje nga raketat balistike dhe dronët M9 Guardian, një variant i sofistikuar i Reaper, i përshtatur për misione detare. Një element i veçantë i paketës është edhe avioni transportues C-130J Super Hercules, prodhim i Lockheed Martin, i cili është i dizajnuar për të operuar në kushte ekstreme si shkrettira dhe për të mbështetur operacionet logjistike. Megjithse detajet e plota të marrëveshjes nuk janë bërë publike, burime pranë Departamentit Amerikan të Mbrojtjes bëjnë të ditur se marrëveshja parashikon gjithashtu trajnime të avancuara për trupat saudite dhe mbështetje teknike afatgjat nga firmat më të mëdha të mbrojtjes amerikane si Lockheed Martin dhe Boeing. Sipas analistëve ndërkombëtar, kjo marrëveshje forcon pozicionin strategjik të Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme dhe dërgon një mesazh të qartë për balancën e fuqisë në rajon. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 15 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Gjatë orëve të pasdites priten rreshje lokale shiu, kryesisht në zonat malore të veriut dhe lindjes së vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 24 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor verilindor me shpejtësi 6 deri 11 metër për sekond, ndërsa përgjat vijës bregdetare her pas here deri në 14 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 22 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 21 gradë. Peshkopi 8 deri në 20 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 24 gradë. Durrës 13 deri në 24 gradë. Kavaj 12 deri në 23 gradë. Elbasan 11 deri në 23 gradë Celsius. Berat 11 deri në 24 gradë. Korç
8 deri në 19 gradë. Vlorë, 14 deri në 22 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 24 gradë. Sarand, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 15 maj do të karakterizohet nga moti ndryshueshëm, me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në disa zona kodrinore gjatë pasdites priten rreshja afatshkurtra shiu, ndërsa pjesa juglindore e vendit do të ketë më shumë kthjellime. Temperatura minimale do të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 21 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond dhe lokalisht në lugina mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 8 deri në 20 gradë Celsius, Podujev 8 deri në 19 gradë, Skënderaj 8 deri në 18 gradë Celsius, Pej 9 deri në 20 gradë, Prishtinë 8 deri në 21 gradë Celsius, Gjakov 9 deri në 20 gradë, Malishev 9 deri në 19 gradë, Gjilan 8 deri në 20 gradë, Ferizaj 8 deri në 20 gradë Celsius, Kaçanik 9 deri në 19 gradë Celsius, Suharek 10 deri në 19 gradë, Prizren 9 deri në 20 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë do të takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.